Nuk e bind paketa fiskale që ka përgatitur Bashkia Shkodër për këtë vit, këshilltaren e Partisë Socialiste, ekonomisten Senida Mesi. Është një paketë fiskale minimaliste, synon që të vë tarifa dhe taksa minimale për çdo gjë, duke mos krijuar asnjë lloj vizionit dhe duke mos krijuar asnjë lloj diferencimit. Pse duhet paguajnë gjithë më pak dhe pse jo dikush më shumë apo një dikush më pak. Ajo ka rezerva për bazën e taksueshme për të cilën thotë se Bashkia duhet të kishte filluar punën për ta identifikuar që në muajin shtator. Çfarë ka ndodhur rëndom me informacionin që kam unë është që gjithmonë kur bëhet buxheti, merren parasysh të ardhurat e vitit më përpara, rriten me 5%, 3%, 10%. Nëse ti ke një bazë, cila është baza taksueshme, ke edhe taksa për brim, është shumë e thjeshtë përcaktosh këtan maksimumi të ardhurave që unë mund të marr këtë vit. Dhe nëse dua të rris vitin tjetër, çfarë duhet bëj unë që të rris të taksa? Dhe ne e dim shumë mirë që burimi i taksave kush janë individët, familjarët dhe bizneset. Për Senida Mesin, e paqartë dhe problematike është edhe metodologjia e mbledhjes së të ardhurave. E rëndësishme për mua është elementi shumë i tretë, metodologjia e mbledhjes e vjeljes së tyre të ardhurave. Si do merren të ardhura? Si merret taksa e gjelbërimit, si merret taksa e sipërfaqes, se taksën e biznesit, si merret taksa e individëve, e tokës bujqësore, me çfarë lloj metodologjie. Për të ditur, pastaj, sa u mor dhe pse nuk u mor ajo taksë. Nëse të tre element përcaktohen shumë qartë dhe shumë mirë, unë them që menaxhohen ato të ardhura të mjaftueshme për bërë dhe realizuar investimet prioritare. Kërkon një analizë të theduar nga Bashkia për ata që do të taksohen dhe ata që nuk do të taksohen. Absolutisht që duhet një analizë më e theduar për të përcaktuar pikërisht jo vetëm bizneset, po çdo rrugë, çdo rrugicë, çdo lagje, kush janë këto njerëz që duhet të taksohen dhe ato që nuk duhet të taksohen, se po flasim për një kategori të cilët mund të paguajnë taksa dhe për një kategori të cilët mund të paguajnë taksa, por Bashkia për hir të asaj objektive dhe strategjie që ka vendosur së vetës nuk don. Do të jetë një bashki për shembull më sociale. Shumë mirë. Atëherë çfarë? Do incentivojnë dhe nuk do taksoj njerëz të cilët për shembull kanë nevoja X specifike. Shumë e mirë, po le të jetë ashtu, ama të jetë identifikuar. Gjithsesi, një vlerësim pozitiv e ka këshilltarja e PS-s, Senida Mesi, për paketën fiskale, ku veçon diskutimet që janë bërë në njësitë administrative dhe në rajonet e qytetit.